Zoti Joseku, ju jetoni në Suedi. Përgjithsisht për shkak të krizës sot në botë, luftrave në lindjen e mesme, çmimet e produkteve bazë të konsumit në Kosovë kanë arritur në shifra stratosferike. Produktet bazë të shportës e konsumit janë shtrejtuar shumë. Si do të reagon të një suedes kundrejt një qeverie të tillë çfarë ka Kosova, po të mos lëvizte fare, thazëm, për të ndërhyrë në situata për ta paksu krizën sociale të qytetarëve? Shiko, ishë më lakë se dje e mund me mami me folë, ishëm të pi kafe në mëngjes në Ballkan. Edhe folëm për rastin e Kosharës, edhe e nisi se mama ende më thotë me përshku në dyqan me fërëzu shpilë me ushqime gjëra, më atë karoseve që të atë kjerëve që ka. Edhe më kajke tomatët për shembull, ai di çmimin më nisën, tomatët e kanë qenë përpara 8 krona, 9 krona, 10 krona, që bën 1 euro, pra që është 1 euro, është një mëdhje. Sot janë 55, 53, 55, më shkon, që bën 5 euro 50 kila. Pra edhe këto janë çmimet në tipin kuj, shumë të mëdha. E kemi për shembull rastin kur ndëgjova këta të LDK-s që klipin heqje tarifeve të taksave në shtetet në naftë. Ta pak në suedes, sepse veriu suedis, veriu, është komunikimi, një shtëpi e njëjtë kështu, pas 50 kilometra një shtëpi tjetër, shumë larg. Edhe komunikojmë, udhëtimit e bëhet zakonisht me makinë. Edhe çmimi ka vajtë kull. Do se në mars qeveria e Suedisë që është konservative, mundi lloj vendimi ulën e taksës si maqinie, si polemiken, këtë varë e njeken, më ullë, nuk pat efekt. Çmimi i sot, për shkosh nga vino është gati 3 euro. Sot, me që gjeni sot, është gati 3 euro. Pra nuk në maj. Pra vetë se ullë shteti kupin nga kjo, qytetarët nuk flytu. Nuk flytu asë që heqë, për kundërzi. Pra Suedia për një vend që ka qenë 3 apo 4, më shkosh nga vend në botë për ekonomi të mirë, që është shpogje poshtë. Pra, ekonomia në që kjo problemi tregut global nuk është faj qeverisë kutit, por kjo është këtë problem e Evropës. Kjo është problem gjithë. Lufta Ukrainë, lufta në Iran. Këto janë problemet globit, globale. Nuk është problemi vetëm që do të jap përgjegjësi një qeveri. Për shembull, qeveria konservative suedi, që do të u hyp në zgjedhjet, nuk ka fituar zgjedhjet me 1%, 2%, në aq përqind të vogël ka pas, me premtimin që do çmimin e naftës, çmimin e rrymës, edhe shportat do të bëhen më lirë. Por kundër asnjëherë vetëm së bëu. Sepse tani din qytetarët, nuk është faj që ndonëse unë jam vetë socialdemokrat të Suedisë, fitoj socialdemokrat. Nuk mund është me lënë faj kësaj, sepse nuk është problemi këtëre. Mund me menaxhim më ndryshëm mund që kanë bërë menaxhimin drastik gabim komplet, menaxhim gabim. Shumë krahasime në Norvegjinë dhe të tjera që në Skandinavë që kanë ulë çmimin e naftës, përkundërse këtu i kanë ulë çmimin, për shembull, kanë ulë taksën e naftës, që shtetet merr më pak parë, por kanë bërë një gabim tjetër këtu në Suedi. Për shembull, këta që janë pa punë, ju ka ulë se ka një lloj garancioni, lloj 100 liqë shqyrë garancion që më një lloj 80% pagës. Ata e ka ullë. Pa ku i ka godit të varfrit. Kurse këta që i kanë më tepër lekë, se ku ta ki makinën, do të ki mundësi me udhëtim me makinë, që vjen ti makina është luksoze të na. Të na, Suedi, makina quhet luksoze. Kur dy makinë do të ki aq lekë sa që më paguaj naftën. Edhe këtë mënyrë u bë në Suedi ka pas vendime të gabuara, si demokratë më që konservatorë kanë bërë gabime. Edhe më gjem erdhë mirë, po na shumë bashkë për një artikull, më erdhë mirë që Kosovë nuk ka bërë një të gabim. Më erdhë mirë që nuk ka marrë të ndërmend që si me këto pare jipet nënat të lehonave, shtesat fëmijëve,
është një mamik të me gëzu, sa ai që hyp një makinë luksoze. Ku e ki parë për makinë luksoze, hyp, në hyp autobusit. Nuk u shkoj në Kosovë, asnjëherë nuk marr makinë që ra. Jem si Gjakovar, ta bëm tipik Gjakovar, i hyp autobusit, 5 euro, 5 euro, motor, i hyp autobusit, shkoj pikë për shtëpisë në Gjakovë. Pra, sa ki kom të çaj që shton, që shtoni më, sa ki organe i shton në kom, apo jo? Nuk e që është, e thani, e vjetë, se unë me thani jem katastrofë. Po, do të me ditë kur kemi ekonomi, do të me ditë. Që nuk, të na, së di, nuk ish marrë kritikë kjo, sepse nuk është faji, që tash, ti qyshe menaxhon mund me folë. A ka bo gabim, as ka bo gabim, menaxhimin, po. Mund me pas konceptin me folë, për shembull, është gabim ku është ku taksat e parë këto, ato, po. Me u lënë faji, sepse shporta, që për të bëni, ka qenë ma lirë ma përpara mishi, po dhe këtu ka qenë ma mirë, ma lirë. Jo, po ka qenë zhrujma ma lirë, po dhe këtu ka qenë zhrujma ma lirë. Së nuk është njëta. Pra nuk lihet fajt një qeverisë për një thënë që është një problem global. Këto më dojnë. Kjo është një mesazh mbase për bashkëdhetarët që të vinë në Kosovë të ta braktisin perëndimin, apo? Unë të kanë thënë më herët atë, pse e thamë këto, se ti je ndërlidh njëri. Po. Çka, tash ka thënë ti. Ridvan të kallëzojmë kështu ta bëm dallimin. Unë jam infermier, punoj natën. Edhe rroga ime është mas taksave, mbin a me marrë 1.900 deri 2.000 euro, afërsisht, ma tepër hiç. Sa shtëpia, tash të bëjmë kështu dallimin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në Kosovë, sa kanë pronat veta? 90% afërsisht apo jo. Sot i 7%, 80% nuk kanë as apartamente veta, as pronat veta. Shqipin janë me qira. Unë për 1.900, për 1.900, 2.000, e kam 1.300 qira vetën. Starti, e steje dhe meje, është i madh. Për 1.300 euro, shkojnë direkt. Pa rrëj me ujtë. Që 1.900 kam në rrokët. Po që ty nuk i qira. Këto së di, edhe po ta bles një apartament, po e ki një apartament blen, e ki një lloj quhet se shëndroj si lloj shoqate, pagun, veç që pagun kamate që janë tash të mërësisht në Sovjetë shtaj. Ne që kanë qenë mishit banesat, e kanë edhe qiran që quhet lloj qiraje për me mbajtjen e kofshit e gjëra tjera, që është një tarifë goxha e madhe. Për shembull, nuk kam pas një tarifë përpara që ka qenë offer 900 deri 1.000 euro tarifa. Përse me majtja koftit banesës jashtë fasadës. Pa, ka shku atje banesa, se dhe ka marrë shtajt, offer 2.900 euro. Apartamenti blerë. Ndo që ki blerë, pak të paguti së dhe qiraje. Pa, ekonomia mes meje dhe teje, rroge që ki ti dhe rroge që ka mune, ti nuk i qiratë, në starti i jëtë është ata me menja, po, në ashta, ka ardhë koha më këshyra, e zdi, po, ja, në dallimi që nuk vijnë mërgjimtarët është nështë që ta shkoju kjo, në që kjo, si quhet kjo ligji për sigurimin e shëndetësisë. Për vetë jetoj me do të kështu, unë çdo minimumi një herë në javë shkoj në spital. Marr vaksinat e gjëra të tjera të hapa fikun dhe dhimbjeve. Edhe si pas që sigurin më ne, kisha vdek. Po kvalisht kisha vdek. Kështu që ende nuk është qatë nivel, por nga kosto e nuk ka shumë dallim. Kom pas, i kisha lutë gjithmonë ato që janë në Kosovë, të li jashtë, tash keni drejt në dalë jashtë në lëviz, shkoni e vizitoni familjarët juaj dhe keni pa dallimin. Qëfë unë e kam gabim, është atë që thëmë. Dilni shikoni jashtë si jetojnë. Jetojnë sa ka qiran, vetën sa ka rrogën, sa ka qiran. Kemi pa që dallimi starti, folë për dy palë që punojnë.
Ti po që përnën starte është ati ma një. Për s'kini vojmi pagu që qëra në shtaj që është. Ne jemi shoqëri liberale dhe në shoqëri liberale mendimi për kundër dhe mendimi ndryshe është vlerë realisht. Unë mendoj që po, shika, jem dakord me të kohët në qeveri. Është dakord që me pas mendime ndryshme. Jem këtë rregull. Opozita ka për detyrë me pas mendim ndryshme. Opozita ka për detyrë më anku për çdo sa. Unë jam shumë dakord. Po ka dikush të thotë, po jo, opozita ka për detyrë, se për çdo që është opozit, duhesh të kundërshtojnë gjithçka. Kundërshtu. Deni dhe për mosë, për shembull që në Norvegjia, Suedia, ka pas ku ankon radiot ose televizionet që kanë pro-ruse, kanë mbyllur. Dhe ku shkon në konflikt interesit shtetit. Nëse kemi konflikte vëlla që do të që kjo, për shembull të jetë tradhtar, je dora gjatë të Serbisë. Është të i kaluar, të i kalojnë. Kanë të i kaluar, është më. Shumë di që ku të fund për të pasur edhe konku disa deputet që janë e ka të qitë faqe, në përcjell disa faqe të tyre, u shohte ama e atë futi. Apo në video. I kontakti shkon në një vend, shtat më no. Është të i kaluar, kjo është çmenduri, mendoj, kjo është çmenduri. Nuk është mo, nuk bën ti mo opozitarisëm. Ti bën çmenduri. Këndë gjujnë të visën e mushë qëtë si flet. Je që linë në Kosovë, i këndë gjujnë të visën tjera, jo më argentarë, si do mos më argentarë, të sakatun. Njërë, u vendu se pa kur farë frenash, pa kur farë mirë të vrasht, që nuk është më opozitarisë. Mendimit, unë jem pro mendimit lirë, shumë më pas, edhe jem shumë dakord që opozita duhet më anku për gjithçka. Se çfarë detyrë ka opozita? Mua anku, më anku për çdo gjë, do të thonë që ka bime shku partiju, unë mendoj ndryshe, natyrisht se konservatorët me së më ka dallojnë si nata me ditën nga ideja pikon me ideja, këtë rregull. Po jo mi hek për më shku në mënyrë të vrasht, ta nuk për kanë kufi, nuk për mëjnë gjopa, nuk konë për shteti, për kërë janë rregull, të ma ti, këto ofendime, sharë, unë me gjëbit. Duhet qëta kosh me gjëbit, që ne shpert ndryshe së mësojnë. Që shumë shumë e bëllë rripi në Kosovë, përëma, se dhe shë rripi po, sepse gjoba, dhe me gjobas, që më bu ma i kujdeshëm, dhe me gjobas në ofendime, kështo, personale, ose familjare, ose gjëra tjera, shpifje, ullje, emrit, degradimit, pa fakte, që e së folë mu. Këtë për një, në konë përkëria shtetë më e fort.